Arben, mirë mbrema. Mirë mbrema, Ullim. Nxehtë dhe në Angli, më thonë, temperaturë e lartë. Jo, jam në Shqipëri. Po se dinje ti që Shqipëri kësha thirë në studio. Edhe në Angli është shumë nxehtë. Tani, ti si e ke përcjellë këtë momentin me Farazhin, përplasjen e Ramës me Farazhin? Të them drejt në Ullim me pak shqetësim si shqiptari Britanisë Madhe, sepse është kruajtur një plag të cilën e menduam se u mbyll, por mendoj që sa i përket shifrave, zoti Rama ka të drejtë, pasi unë personalisht mendoj që numri shqiptarëve nuk është 140.000, po mund të jetë ndoshta 2 fishi. Në Britanitë Madhe përfshirë këtu gjithë ata që kanë ardhur dhe vazhdojnë të vinë ende dhe qëndrojnë në të zezë në Britanitë Madhe. Sa i përket problemit tjetër të komenteve të zotit Rama, për mua më duket e panevojshme që zoti Rama të përmend Brexitin dhe të sulmoj babain e Brexitit, një njeri i cili ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe një akses shumë të madh mediatik, madje dhe GB News është televizioni i tij praktikisht, dhe ai e përdor atë për të sulmuar të gjithë emigrantët, për të ngritur çështjen e imigracionit si kartën më të fortë elektorale që ai ka. Dhe unë nuk jam dakord me mendimin e hedhur në studio që zoti Farazhi ka keq problemet me sondazhet, përkundrazi. I ka mirë, ai nëse do të bëheshin zgjedhjet sot, ai mund të fitonte shumicën, që është katastrofë, po ta mendosh, por britanikët e thjesht janë të lodhur aq shumë me çështjet e emigracionit, janë aq të pakënaqur me qeverinë laboriste momentale, e cila nuk po din të demonstrojë edhe disa suksese që ka arritur gjatë këtij një viti në pushtet. Megjithatë, britanikët e thjesht duket që japin mbështetje Farage dhe partisë së tij Reforma. Por që zoti Rama të futet në një polemik të tillë me Nigel Farage, i cili për mendimin tim është personi i fituar në këtë histori. Absolutisht nuk është produktive, sidomos për ne shqiptarët e Britanisë Madhe. Sepse, si thash më herët, ne menduam që na u mbyll një plag me Suella Braverman dhe të tjerët, me Robert Jenrick, dhe faktikisht kjo shifër që përmend Nigel Farage e ka përdorur Robert Jenrick, ishte zëvendës ministri i brendshëm në qeverinë konservatore që mbulonte çështjet e emigracionit, dhe mendoj që kjo është një shifër shumë e pasaktë, sepse në mënyrë artificiale rrit përqindjen e shqiptarëve të cilët këta mendojnë se janë kriminogjen. Unë jam një njeri që përveç kapacitetet tjera profesionale në Britani, si që i dini, jam edhe për këtë zyrtari i Scotland Yardit dhe i Ministrisë Drejtësisë, dhe u them me bindje absolute që numri shqiptarëve që merren me krime në Britani është në rritje, dhe shqiptarët merren kryesisht ndryshe nga polakët, ndryshe nga rumunët, pak a shumë lloj si vietnamezët, merren me tregtinë e kokainës dhe kanabisit, dhe nëse në gjitha proceset gjyqësore që zhvillohen, gjitha paditë që ngrihen në stacionet ndryshme policie, po u them me bindje absolute rreth 95% e tyre janë pikërisht për këto vepra penale. Pra, Nigel Farage ka drejt kur thotë që shqiptarët merren me krim dhe merren me këtë lloj krimi. Dhe pastaj përgjegjësia këtu është ajo që hajta diskutojmë, është profesion, s'është profesion. Për mendimin tim, shqiptarët që kanë ardhur në Britanitë Madhe kanë ardhur me PhD që kanë bërë në Itali, ndoshta në Spanjë, apo dhe e transferojnë këtë skill pra këtë aftësi dhe në Spanjë momentalisht. Rama në gjithën kohë në intervistën e tij për The Guardian, shpreh se Britania është një vend e errët pas Brexit, siç e thatë jo. Duke kërkuar të hedhë emigrantët në vende të tjera, po është e njëjta gjë që ka bërë Rama me Melonin. Pikërisht. Njeriu që ja mundsoi duke i dhuruar kampin i gjatër. Duket si një hipokrizi kjo deklarat. Ktu është themun dhe nuk shkon. Pikërisht kjo është ajo që po shfryzon Nigel Farage yli. E qartë. Kjo është ajo që po shfryzon Nigel Farage, sepse nga një anë neve e pranojmë që çfarë ndodh sot në Britani, pra që konservatorët më përpara apo dhe laboristët sot që janë në pushtet kërkojnë që të krijojnë këto hubs, pra këto qendrat ku të dërgohen emigrantës, dhe në rastin e Britanisë do të jenë bëhet fjalë për emigrantë të cilët do të jetë përfunduar gjithë rruga ligjore dhe ata do të rivendoseshin në Shqipëri nëse do të kishte sukses,
dhe më pas do të mund transferoshin në vende tjera, e cila është pak a shumë e vështirë të konceptohet, sepse problemi më i madh që ka Britania e Madhe është se një pjesë shumë e madhe këtyre emigrantëve që ajo do të dojë t'u refuzoj azilin, nuk ka marrëveshje riadësimi me këto vende. Dhe nëse nuk ka Britania e Madhe marrëveshje riadësimi, ndoshta edhe Shqipëria nuk ka marrëveshje riadësimi. Kështu që nga ana tjetër, çështja e Italisë është pak a shumë hipokrizi, sepse pak a shumë e njëjta gjë po ndodhe me italianët. Por nëse Rama e përdor këtë që shikon, ne kemi marrëdhënie shumë mira sepse jemi në martesë me italianët, ndërsa me britanikët ne nuk pranojmë one night stand, i bie që a kupton, unë për shembull u pataksa kur dëgjova që ne me italianët që kemi një kombë në 2 shtete. Dhe unë në statusin tim në Facebook thash që unë ndjem si Selam Usaj dhe nuk mendoj që atë që bëri Selam Usaj ishte luftë civile. Po pra dhe mbajti një qëndrim shumë të totë dhe gati gjysmë provokues me britanikët, me anglezët. Po është e panevojshme që Rama të futet në këtë histori. Kjo na ndikon jashtëzakonisht keq në imazhin tonë si shqiptar Britanisë Madhe, sepse kemi boll probleme të tjera dhe media përdorin në mënyrë të jashtëzakonshme këtë punën e debatit. A kupton, neve nuk jemi kaq shumë problematik sa por është e nevojshme për Ramën, thot Mërtiri që kam në studio. Nevojshme për Ramën, shiko, ajo është win-win. Farage ka fituar vëmendje dhe Rama fiton vëmendjen e tij këtu. Fiton vëmendje këtu dhe fiton vota te. Po the losers jemi neve. Po ne kemi qenë. Jemi ne shqiptarët e Britanisë Madhe. Na vjen turp themi jemi shqiptar. Pikërisht pra. Dhe ky është problemi i madh. Dhe këta janë një pjesë shumë e vogël e komunitetit që ne na ndosin si emër. Po shumica e turpusve shqiptarëve janë njerëz shumë të ndershëm. Rama për mua nuk bën gabime në këto lloj rastesh, pra bën kalkulime. Por e bën kalkulimin. Pra, domethënë ai e bën me vetë. Është dhe pak, jemi dhe pak tu Arben. Te ky moment që thotë zoti Mërtiri, ai nxjerr profitimin e vet personal, nuk i intereson fare se si. Gjen dhe Farazhin që edhe Farazhi është ai populisti që njohim. Ne dakord. Ne bjem dakord që Rama fiton për vete, por puna është që dëmtojmë ne si shqiptarët Britanisë Madhe dhe imazhi i shqiptarëve, ky është problemi. Pikërisht pra, pikërisht. Në një tjetër Arben? Jo kaq, më vjen keq që ndodhemi në këtë situatë sepse menduam që patëm një vjeçar që thoshim jemi me krenari, jemi shqiptar, tani do rikthehemi prap dhe kur të kthehem prap në Londër unë do të kem prap ato të njëjtat probleme, do ndvitur them që kur më pyesin where are you from? I'm from France, a kupton? Jam nga Franca, se çfarë të them, a kupton? Qartë. Arben, falenderoj shumë që na ndihmove mbrëmjen e sotme. Ne do të kemi mundësi të jemi më afër dhe jo në një lidhje të tillë, thjesht me telefon, por qoftë në studio ose në një lidhje direkte bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Natën e mirë bashkë. Pra, këto kishim pak e shumë kinë një bështuar nderuar kolegë, sepse unë do futem një pyetje tjetër që është lidhur me zhvillimet e skajshme, të skajshme në Serbi, por kemi në një? Nuk kemi. Pak o shumë këtë temë. Ola, se të lam në ares këto minuta që u fut edhe zoti Arben Manaj, nuk është në lidhje. Gjithsesi, zonjën Ola Zama, falenderojmë për kontributin që dha dhe ndajemi bashkë këtu.